Hej, përshëndetje të gjithëve, unë jam Atisa nga Atisa's Kitchen dhe sot do të përgatisim së bashku një recetë shumë të veçantë që u bë kaq kohë që dua ta përgatis, sepse ju ma keni kërkuar shpesh revanin e jugut me niseshte. Receta që do se sot është testuar dhe është ëmbël sa duhet, ka shumë pak përbërës dhe shumë e thjesht për të përgatitur. Por para se të fillojmë nga puna, dua të kujtoj, nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe e të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni sa herë postoj një recetë të re, postohen disa receta të reja gjatë gjithë javës dhe nëse e ndiqni videon deri në fund fare, do shfaqen recetat më virale, ato që janë më të pëlqyerat nga ju. Si fillim, në një tigan kam shtuar rreth një gotë me bajame, të cilat do i pjekim disi sa për t'i dhënë pak aromë dhe shije. Të gjitha bajame do i grim me thik në copza, jo shumë të imta, dhe tani po lëshoj një aromë shumë të mirë dhe kjo është tamam ajo arsyeja pse unë i poqa. Tani na duhet një tas i madh dhe të gjitha masat i keni shumë thjesht me gota. Do të shtojmë te ky tasi 2 gota me sheqer. Vazhdojmë duke shtuar 2 gota plot me niseshte. 1, 2, 3, edhe gjysëm, pra 3 gota e gjysëm me ujë. Unë kam vazhduar duke shtuar gotën e parë, dhe kështu i shtojmë të gjitha gotat me radhë. Unë e bëj gjithmonë përzierjen kështu në një tas të madh, që niseshtia mos më precipitojë në fund. Vazhdojmë të trazojmë derisa masa bëhet homogjene dhe sheqeri na tret disi. Në një tenxhere, jo shumë të thellë, por të gjerë, kam shtuar 70 gram gjalp. Ka plot receta që gjalp nuk shtojnë fare, por unë e shtoj gjithmonë sepse gjalpi jep shumë aromë dhe shije. Do të presim vetëm pak minuta derisa gjalpit na shkrijë. Gjithë sasinë e niseshtes me sheqer e ujë që përgatitë do e shtojmë në tenxhere. Pa e hequr dorën fare nga zjarri, do vazhdojmë ta trazojmë, sepse nëse e heqim dorën nga zjarri, niseshtia precipiton në fund dhe fillon të ngurtësohet, dhe vazhdojmë ta trazojmë derisa masa të trashet plotësisht. Levania jonë po merr formë dhe shtrashur goxha. Në këto momente do i shtojmë lajthit e pjekura dhe tu fillon puna jonë. Puna jonë më e madhe dhe vazhdojmë ta mbajmë në zjarr, në mbaj dhe një 10-15 minuta duke e trazuar vazhdimisht, dhe kjo i jep edhe më shumë shije, por nuk i mbaruar akoma me shtimin e përbërësve. Do të shtojmë edhe rreth 50 ml vaj lirë dhe ky do t'i jap edhe më shumë shije, por edhe do ndihmojë që të marrë pak ngjyrë. Kërkon ne vazhdojmë, ne trazojmë. Kalon pak krahun kjo pjesa këtu, por në fund rezultati ja vlen. Do ta trazojmë duket sikur në këto moment pjesët e revanis këputen nga njëra tjetra, po hasudës në ndryshe, si deri tani jemi te hasudja, por futet në furr dhe piqet quhet revani. Do vazhdojmë të trazojmë në mënyrën energjike që e gjithë masa të bëhet homogjene dhe një e vetme. Tani ka filluar edhe të shkëputet nga anët e tenxheres, kështu edhe pak minuta do e kemi gati. E kam kaluar në një tepsi të vogël dhe kjo pjesë e kalimit në tepsi do pak shpejtësi që masa të marrë formë sa më homogjene, prandaj edhe nuk e ndeza kamerën, por e kalova me njëherë këtu. Do i japim formë që të vije shesh sipërfaqja.
Për t'i dhënë më shumë ngjyrë dhe shije sipërfaqes, do të bashkojmë 2 lugë gjelle kos me 1 lugë gjelle sheqeri, trazojmë sa bëjmë një masë homogjene dhe me këtë do të thyejmë sipërfaqen. Tani do e kalojmë në furrë në 250 gradë Celsius derisa fillon të marrë ngjyrë të artë të bukur në sipërfaqe. Revania jonë e pjekur është gati, do e lëmë të ftohet dhe pastaj do e presim e do e shohim se si na ka dalë në brendësi. Shikoni pak si ka dalë revania, tani është ftohur dhe është momenti që ta presim. Tani është momenti që ta presim dhe ta servirim. Përpres kështu sipas traditës, në formë rrombesh apo nuska baklavaj i themi ne. Shikoni pak si ka dalë. Dhe kjo ishte revania, ju bëftë mirë nëse e provoni, është super e shishme, sidomos këto lajthit që i ka në çdo kafshat, është e ëmbël sa duhet, dhe nëse e provonim dhe ju pëlqen, mos harroni që të bëni subscribe për të ndjekur recetat e reja dhe sa herë unë postoj një recetë të re, ju merrni një njoftim. Shihemi dhe dëgjohemi në recetën e radhës dhe faleminderit nga zemra nëse këtë video e keni ndjekur deri në fund.